Zoti Bardhi. Tani në fund unë dua ta mbyll me diçka personale. Sot është momenti që po regjistrojmë, është e mërkur, është data 24 apo 25 është sot? 25. Shtator, dhe unë kam një zotëri, kam 3 zotëri, po njëri prej tyre është ai që quhet ish guvernatori i Sazanit me këtë gjuhë. Thënë kjo, i cili jo vetëm drejtoi Sazanin në vitet e arta, por drejtoi flotën detare shqiptare dhe befas në momentin kur fillon ajo jenë ngritje në karrierë, domethënë kur bën 50 vjeç dhe fillon momenti që ti merr një në kohën tuaj të paktën, se tani 50 i kemi mbyllë gjitha në karrierën politike në Shqipëri, për shaka. Në kohën tuaj duhet kishte një ngritje në karrierë ose një ndryshim ose nuk e di çfarë mund të ndodhte, gjithçka juve ju thrasin dhe ju thonë shënoni emrat e atyre që kanë mbushur 49 vjeç sepse ata do largohen. Dhe ju dilin në një pension me 2900 lekë. Për një kohë gjatë nuk e di si keni. 2 vjet. 2 vjet. Pastaj u ndërprej. Pastaj asgjë. Po. Dhe pastaj jeta juaj si shkoi me çata ardhura, si ja bë? Me çata ardhura, punat nga më të ndryshmet. Unë u bëra menaxher në një klub. Menaxhuat një klub? Po, një klub e menaxhova. Edhe punoja 3 punë në ditë. Çfarë punë është bërë tjetër? Maja llogarin e njërit biznesmeni, që se njifja në fillim, kur e njofa pastaj ata merreshin me punë të pisa, u largova nga ata. Ike, edhe pse merrje para ike? Ika. Ata me drogë merreshin apo? Më thiri ky 97 duket. 97. Ashtu, më thiri ministri i mbrojtjes. Dhe më thot rastisht e takova. Thot Tasim thot ke dëshirë thot ta fillosh atë ku e ke lënë? Zabit Broka ishte ky. Me Zabitin unë kam qenë në një ndese, ai kishte qenë ndihmës mjek, unë kisha qenë zëvendës komandant në ndese në atë kohë. Zabiti mori shkoi për studime në Tiranë. Dhe kur u bë ministër ju riktheu. Vajte? Edhe më thot mua ashtu, i thash, të falimderit shumë, i thash, po unë nuk vi. Sa merë komandanti i flotës, i thash, unë marrë tek ai klubi. Ashtu, një. Pastaj i thash, do më thuash ti apo se dikush tjetër që komandant bazës është një do të caktosh filanin. Në Durrës do të caktosh filanin. Në Sazan do të caktosh filanin. E kështu me radhë. I thash, unë nuk e bëj dot ata. Unë po ashtu do t'i zgjedh vetë njerëzit se i njoh. Ashtu, ikë dhe kjo. Tjetër i thash, do nxjerr Katrin Silurus, i thash të kap keqbërsin, i thash. Keqbërsin atë që çonte mall andej. Mall që çonte andej. Ashtu. Kush e nisi Katrin Silurus, kush e dha urdhin? Komandanti. Kapi grua komandantit. Kapi vajzën. Unë në atë kohë kisha 2 vajza, një e kisha në universitet, një e kisha në gjimnaz. Janë vajza që njëra më ka lindur në Pashaliman, tjetra në Sazan. Pavarësisht se ka lindur në atë. Edhe 20 vjetorin e kanë festuar në Pashaliman, 20 vjetorin e kanë festuar në Sazan. 20 vjet Sazan e Karaburun. Nuk ishte kthim pas për ju. Ndërkohë, sot që flasim, thash është 25 nëntor 2024. Dhe me diçka tjetër, vete një jetë e tregu. Një skuadrile e aviacionit ashtu, gjithë shqitin i roba. Pilotët. Pilotët e shqitin roba. Po, një skuadrile e tërë, po të them, ashtu. Edhe të gjithë, ku nuk punonin, roje, në parkimet ndryshme, ku të gjenin lek. Çfarë i bën këtij brezi, domethënë është pak të thuash, ata meritojnë medalje, por gjithsesi është koha që ta jap shpërblimin. Sot, 25 shtator 2024, njerëzit për cilët ju po flisni nuk janë gjallë, zoti Zhulali që ju ta shënoi emrin nuk jeton, koha bëri vetën edhe për zotin Brokaj, ndërkohë që zoti Berisha sot që flasim është një pandehur, është mbyllur dosja e tij sot. Çfarë ndjeni ju për këtë? Çfarë ndjejmë? Keqardhje të ndjej? Jo. Në kohën e atij neve kaluam me ton 49 vjeç. Ai kërkon të bëhet kryeministër tash 80 vjeç.
Si ta ndjej, qatë të ndjej? Asgjë nuk ndjej. Ton keqardhje. Për popullin, jo për ata. Për popullin. Në Sazan ka lënë jetën njerëzit, rinin e tyre. E ku vajtën pasaj i Gjekundi. Unë kam punuar ja 3 vjetë mbas 92-shit. 3 vjetë. Drejtuesit e Ministrisë Mbrojtjes. Jo shtabi përgjithshëm, jo linja oficer, por linja civile janë sjellë shumë keq me oficerët. Janë sjellë po me 3 fytyra, jo me 2, po me 3. Tepër tinzar, shumë tinzar, në sy tonë ndryshe, mbas 2 vend çik, mbas një farë kohë tonë ndryshe, në realitet vepronin ndryshe. Po kështu ka qenë edhe tinzar, po edhe në takimet, edhe në diplomaci, edhe se ka marrë pjesë në delegacione këto, që kam qenë edhe me këto, edhe del fytyra mashtruese. Edhe mashtrimi më sot nesër do dali.